ju, zonja Izara, trajtoheni me bonus qiraja nga Bashkia e Tiranës. Keni lidhur një kontratë me zotrin këtu. Për sa kohë keni kontratë? Për 1 vjeçare. Cili është shqetësimi juaj sot? Duan që të më largojnë nga banesa, pronari Ibrahim më kërkon që të liroj banesën. Për çfarë arsye? Për arsye të dritave, paguaj shumë. Sa shumë? Po ke 190, 80, 115, domethënë 150. Ndërkohë, lidhja e Sahatit çfarë thot? Lidhja nuk është 3 familje janë bashkë. Ju keni bërë një verifikim të Sahatit, sa drita ju takojnë? Kemi bërë, po nuk e kemi gjetë në një... Edhe OSHE-ja ka thënë që aq vinë, nuk më kanë gjetë asnjë zgjidhje as ata. Sipas ligjit të Ibrahimit, neve do të paguajmë sa të vinë në faturë. Dhe unë si që marr rrogën, unë mund t'ja jap Ibrahimit, nuk mund t'u shjej dot fëmijët e mi. Të shumë parash për energjinë elektrike, ju a ka kërkuar zoti Ibrahim? Po, na ka kërkuar, nëse ju nuk pagoni, do dilni jashtë. Ju ka kërkuar të lironi shtëpinë? Po, më ka kërkuar, Kur ju a kërkoi? Edhe ka lajmëruar dhe policinë. Çfarë ju ka thënë policia e shtetit? Më ka thënë që bëj rrobat gati për 1 javë dhe do të nxjerrim. Ky është ambienti ku ti jeton. Ke një sop, Po soba s'bën, vetëm kjo. vetëm një varr. Po, vetëm. Dhe me një ngrose, dhe me këtë Po, me këtë. rezistencën këtu që Po. është Cop. Po divan. dhe me një televizor, Po, një televizor. ty të kërkohet të paguash 200.000 lekë në muaj drita. Po. Vetë shiras. Po. Pra një apartament me lagështirë, me një ngrose, me një dush, Dushi nuk bën në shtëpi shumë. nuk bën Po, as po, pushin. jam telat e nxjerr. Po si lajnë? Po. Ngrofim aty. Ngrohni Po, ujë po, dhe lajni me po, me kanaçe. kanaçe. Dhe në këtë shtëpi, zoti Ibrahim, përveç se kërkon 200.000 lekë qira, kërkon edhe 200-300.000 lekë drita. Po.